Ronaldo 40 vjeç. Doli prapë te Ronaldo, valla, s'ka mundësi. Rekord Guinness ka fitu, domethënë doli para ndeshje me rekord Guinness, imagjino. Lojtari me më shumë fitore me kombëtare, 132 ndeshje. Rekord Guinness i futbollit, kupton? Rekord Guinness fitojnë Guinness ditë për ditë. Po mirë më ky e fitoi. Kush ndërton polla kështu? Nuk e ka të parin. Nuk e ka të parin. Ronaldo Nuk e ka të parin. Valla, unë nuk e di. Më fal pak, pse vazhdon ta shohësh Ronaldo ndi? Po është shembull për gjithmonë. Po, Është shembull për Yamalin, që është 17 vjeç, i ka shifrat më të mira nga Ronaldo, po prapë nuk e ka dedikimin e atij që është 40 vjeç. Ai vajti atje konkuron me lojtarë që janë 20 vjeç. I shkon Hojlund përballë, i bën festimin e atij, tha ndeshjen tjetër e bëi un golin dhe festoi unë ashtu. Ndeshjen tjetër i bëri golin e mbajti fjalën. Është i dedikuar 40 vjeç, ai e do atë gjë që bën. Tani unë nuk e di se unë nuk mendoj se duhet zgjatemi shumë kjo tema sepse ka vetëm një gjë vëlla. Në këtë futboll nuk mendoj që do vinë më lojtarë si Cristiano dhe Messi. Unë mendoj që ky futboll ka pas vetëm 2 lojtarë, Cristiano Ronaldo, Messi. Messi ka pas talentin dhe futbollist tjetër me talentin e Messit vështirë se mund të vi prapë. Është jashtëtoksor. Ndërsa lojtar me dedikimin që, domethënë me punën që bën Ronaldo vëlla, nuk mendoj që do vi më. Kështu që jo Yamal, jo Mbappé, jo Kudiun. Po mirë, ja talentin e Messit. Dedikimin e Cristianos nuk ka për ta pasur. Talentin e Messit nuk ta fal Zoti se e fal një herë. Edhe punën, edhe 1000 vjet. Karakterin. Jo, talent. Unë jam Benardi dhe këtë episod dhe të gjithë prodhimet tona të tjera i gjeni në kanalin tonë YouTube andale.al. Shkoni aty dhe bëni subscribe.